Një 28 vjeçar shqiptar i njohur për aktivitetin në fushën e trafikut të lëndëve narkotike është arrestuar sërish në Itali vetëm 24 orë pasi ishte liruar nga gjykata. I riu ishte ndaluar fillimisht me 12 maj në Bregdetin Miramare, në Rimini teksa ndodhej në shoqërinë e një bashkëdhetari. Policia kishte ndërhyrë në momentin që ai po shiste lëndë narkotike. Gjatë kontrollit autoritetet gjetën 6 doza kokaine dhe 500 euro kesh, të dyshuara si përfitime nga shitja e drogës. Megjithatë, në seancën gjyqësore të mbajtur me procedurë të shkurtuar të nesërmen, gjykata vendosi ta lirojë. Vendimi nuk e ndali aktivitetin kriminal të riut. Vetëm një ditë më vonë, me 14 maj, ai u pikas sërish nga një patrullë karabinierëve pranë një hoteli në Rizavura, duke komunikuar në mënyrë të dyshim me një person tjetër. Pas një shkëmbimi të një pakete, policia ndërhyrë më njëherë dhe konstatoi se bëhej fjalë për shitje kokaine. Kontrolli i mëspashëm në dhomën e tij, e cila ndodhej në një banesë pranë vendit të ngjarjes, çoi në zbulimin e 43 dozave të tjera kokaine, me një peshë totale për 35 gramësh të fshirur një zgavër të improvizuar. Po ashtu sekuestruar edhe 180 euro të tjera. Këtë herë, përballë provave të qarta, gjyqtari vendosi masën e paraburgimit për të riun, duke izoluar në burg dhe duke mos i dhënë më një tjetër mundësi lirimi.